kam bisedu edhe me mësuesën e cila e ka dhënë dorëheqje, ajo thotë se kam lënë, e konfirmon se ka lënë vendin e punës, shkaku se do të shkoj të punoj në një shkollë tjetër, në një punë të re, kurse sepse unë e kisha ndalu me ligj, me shku prej asaj dhe kësaj. Të paktën disa të vjen zavendësimi. Po sigurisht dikur në afër këto, dhe nga drejtoria e arsimit thonë se arsyeja pse ka ndodhur kjo tollovi është për shkak se mësuesja nuk ka lajmëruar me kohë se do ta lë punën. Dhe po ashtu thonë se ka për të migru. Ndërkohë mësuesja thotë krejt kundërtën. Thotë se kam gjetë një punë të re, edhe thotë që e kam lajmëruar, do thotë dorëheqjen me kohë. Kjo është një disbalancë mes dy. Po i besoj kësaj radhe versionit të komunës. Për shkak se, në rast se ajo ka marrë bashkim familjar, në rast se ka emigruar, ka marrë bashkim familjar, dhe bashkimi familjar vije sot për nesër, dhe ajo ka vendosur të largohet. Nuk di pse i besoj kësaj radhe më shumë komunës se sa arsimtares. Ne i kemi marrë krejt versionet. Drejtori i shkollës, i cili thotë... Gjykoj publiku të Po, i cili thotë jam bani farfor me krahun mësuesës sepse thotë që ka lajmëruar me kohë, mësuesja po ashtu thotë kam lajmëruar me kohë dhe kam për të shkuar në shkollë tjetër. Megjithatë, drejtoria e arsimit thotë krejt të kundër se ka për të migruar dhe nuk e ka lajmëruar dorëheqjen me kohë. Mirë po, në fund të ditës, është drejtoria e arsimit ajo që jep fjalën përfundimtare sa i përket këtyre lëvizjeve të mësimdhënësve dhe ajo kjo drejtori, ky digaster duhet vlerësoj kohën kur ka dhënë dorëheqje me kohë apo pa kohë. Pa kohë, në mënyrë që të merr masa nëse drejtoria e shkollës ka mashtruar, atëherë duhet merr masa. Sepse nëse nuk jep me kohë dorëheqje, atëherë nuk do duhej ndoshta t'ju lejohej që të shkon ta gjejë një punë të re.